7 shenja që Zoti hesht sepse po punon prapas skenave. Ka momente në jetë kur po bën gjithçka siç duhet. Ti po lutesh, ti po pret, po përpiqesh të qëndrosh besnik, por ti nuk ndjen asgjë, asnjë përgjigje, asnjë lëvizje, asnjë drejtim. Ajo heshtje nga Zoti mund të duket mbytëse, mund të bëjë të mendosh nëse lutjet e tua po dëgjohen fare, por shpesh Zoti hesht. Jo sepse po të injoron, por sepse po bën diçka më të thellë prapas skenave. Shenja e parë është kur një derë mbyllet papritur. Ndoshta ishte një lidhje, një punë ose një mundësi që e mendove të përsosur. Kur nuk funksionoi, mbetesh i hutuar dhe i zhgënjur. Por muaj më vonë e kupton se ajo derë do të kishte çuar në kaos, stres ose përqendrim. Heshtja e Zotit nuk ishte ndëshkim, ishte mbrojtje. Zemra e njeriut planifikon rrugën e tij, por Zoti drejton hapat e tij. Kur Zoti ndërhyn, ai nuk e shpjegon gjithmonë veten, por bën gjithmonë atë që është më e mira për ty. Shenja e dytë është kur ndjeni paqë. Në mes të konfuzionit, gjithçka përreth jush mund të jetë ende e papërqendrueshme. Rezultati nuk ka ndryshuar, por diçka brenda teje ka ndryshuar. Nuk je aq i shqetësuar. Nuk po përpiqesh ti detyrosh gjërat siç bëje më parë. Kjo lloj paqeje nuk vjen nga përgjigjet, vjen nga besimi. Paqja e Perëndis do të ruaj zemrën dhe mendjen tuaj. Kur ndjem paqë, edhe pse asgjë nuk është e rregulluar, kjo është një shenjë e qartë. Zoti po punon në heshtje. Shenja e tretë është kur njerëzit largohen nga jeta juaj pa shpjegime. Mund të jenë miq, një partner takimi, apo edhe familja që fillon të largohet. Në fillim ndihesh i braktisur, por me kalimin e kohës fillon të shohësh se Zoti po liron të hapësirë. Ndonjëherë njerëzit nuk mund të shkojnë aty ku po rritesh ti, dhe prania e tyre po pengonte atë që Zoti donte të bënte më pas. Ai krasit që ju të jepni më shumë fryt në stina të qeta. Krasitja ndihet si humbje, por po krijon vend për lidhjet e duhura. Shenja e katërt është kur përjetoni vonesë pas vonese. I kërkove Zotit diçka muaj më parë. Prite dhe asgjë nuk ndodhi. Pastaj një ditë, më në fund vjen dhe është më e mirë nga se kërkove. Vonesa nuk ishte ndëshkim, ishte përgatitje. Kur të vi koha e dur, Zoti do ta bëjë të ndodhë. Ajo vonesë lejoi që gjithçka të vihet në vijë tamam. Shenja e pestë është kur vëren rritje që po ndodh brenda teje. Mund të mos shihni ndryshime të mëdha nga jashtë, por jeni më të duruar, më pak reaktiv dhe më të qëndrueshëm se sa ishit më parë. Po mëson të besosh në vend të panikut. Ai zhvillim i qetë i personazhit është i fuqishëm. Ta lëm durimin të kryej punën e tij të përsosur, në mënyrë që të jemi të plotë dhe të pjekur.